Që i takon pejës, i Stogut edhe Deçanit, si zona, po them, me bukur e Kosovës, Vitale. me rafsh, me bjeshk, me ujë, e cila duhet me menaxhu mirë ujnat e veta, me bo pastrimin e lumeve dhe me mbrojt pyjet. Dhe njëri ndër faktorët për mbrojtjen e pyjeve, kisha me thonë që është ndrohja e qytetarëve. Unë mendoj që për pejen Deçanin edhe i Stogun do duhej me bërë një ndrohtore të veçantë, gjithashtu edhe për Gjakovën e Prizrenin. Arsyeja e parë është sepse ruajmë ambientin, nuk ka se peja në njëherë din me qenë qyteti më i ndotur në Kosovë. Është më i ndotur se Prishtina në dimën, sepse ngroja është me dru ose me qymyr. Dhe për këtë arsye janë dy shkaqe. Shkaku i parë është që i ruajmë pyjet, nuk prej njerëzit pyjet për të ngrohur. Shkaku i dytë është që kostaja është më e lirë shumë me ngrohje qendrore se sa me ngrohje me dru. Dhe çështja e tretë është ruajtja e ambientit.